mua nuk më pëlqejnë fare këto live-et në Instagram apo momentet nuk asnjëherë s'ka kam praktikuar deri tani. Nuk e di nesër çfarë do bëj, po deri më sot s'ka kam praktikuar. Sepse thash një herë, është ajo mënyra si e kam jetuar unë artin tim. Si e shef ti, po. Ndonjëherë dhe ajo takimet e tepërta për të fituar unë followers sa më shumë. Ndonjëherë ajo ka rrezikshmëri shumë të lartë sepse ti mund të bësh shumë i pesdietshëm apo mund të nxjerrësh për Është 50-50. apo mund të nxjerrësh momente që s'ka pse të di shumica e njerëzve. Momentet që më përkasin vetëm mua dhe vetëm mua. Domethënë momente kur ne jemi pak të dehur, momente kur ne jemi pak, për mua loti dhe buzëqeshja janë të dyja të shenjta, për mendimin tim pra. Dhe brenda qenies sime loti është më përket mua dhe s'ka pse shqetësohen dhe shumë njerëz që më adhurojnë mua për lotin tim. Sepse qëllimi i jetës është si kundërt e buzëqeshja. Edhe buzëqeshja ndonjëherë është e tepërt në shpirtat e lënduar. Apo në njerëz që kanë numër 9, botër, vlla, fëmijë. Janë disa momente që njeriu, prandaj jemi njerëz. Prandaj bëjmë diferencën nga çdo gjë që të jemi sipas momentit dhe personit që kemi përballë, ose mund të shkoj të qesh në një vend ku dhimbja e ka zaptuar. Prandaj më pëlqen të jetoj si njeri dhe më pëlqen të jetoj në sistemin klasik, të ndihmojmë njëri tjetrin, po të mos e cënojmë njëri tjetrin. Dhe jo me marrëdhënie hipokrite, sepse s'ka të ardhme të bukur hipokrizia. Nuk ka të ardhme të bukur.